I'm a traveling spirit, I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Kenya. They treat me like the sun anywhere I go. Even though no one can tell, I still feel that I'm alone. I'm alone. I'm alone. I'm alone. Leave me stranded, I know how to handle it all on my own. Përshëndetje, mirë se vini në kanalin tim në një tjetër video. Është ditë e diel sot dhe si ditë e diel kjo është pushim, unë jam pak më e lirë, pak më relax. Nëse dëgjoni një zhurmë është freskusja sepse është shumë nxehtë sot. Do bëj edhe shumë nxehtë ditët që vijnë, kështu që s'poja nuk po ju lodh kokën me këto nxehtë pa nxehtë sepse e di që edhe juve në Shqipëri, ju që jeni në Shqipëri ju bën nxehtë, edhe në Gjermani besoj do bëjë nxehtë, me që janë vendet që ndodhen këtu afër, në Itali bën nxehtë, kështu që po, jemi të gjithë bashkë në këtë pjesën e vapës. Nuk ju kam folur fare, por dje ne dolëm me shoqërinë tonë, ishim në Anvers, për juve që e njihni dhe e dini, që jetoni këtu. Është një qytet tjetër, dolëm, shkuam tek ata, takuam Ohemën me gjithë bebin e tyre sepse ajo është 10 muajshe, që i bie 6 muaj më e madhe se Ohema. Ohema në fakt fillim kishte frikë, nuk e di pse qajti. Pastaj fillua u mësua, dolëm, hëngrëm drek, ata kanë një societe, e kanë një kompani të vetën që bëjnë kafe, matcha nëpër evente, edhe më bën të provoj matchen e tyre dhe Geri që nuk e pëlqen matchen, i ka pëlqyer shumë. Kaluam shumë mirë në fakt. Dhe kështu, nuk isha mundësi t'ju flisja pse erdhëm në shtëpi, fillon rutina e darkës, se gjitha me radhë ishte edhe vap edhe kështu. Dje na dhuruan edhe një dhuratë vogël për Ohim, që ja tregoj. Është kjo çanta e vogël. Dhurata është kjo bluza, shumë e bukur nga HM-ja, shumë cute, më pëlqen shumë. Një pa çarape që e dini në mama sa shpesh i hupim çarapet e bebeve, se janë vogla dhe humbin shumë kollaj. Të dhanë këtë, që është një gjë shumë interesante, sepse Ohima do filloj ushqimin pas 2 muajsh, kismet, po, ashtu bie. Janë bluza që i vesh kështu kur bebja han ushqimin, janë plastik, siç e shikoni, në plasmash, si thuhet. Ja vesh, ajo bëhet pis dhe pastaj ja heq këtë dhe plasmasi lahet me një herë vetëm me ujë, edhe super, duket se janë 3 copa, por nuk 2 copa. Po, është kjo këtu me zemra edhe kjo me këto si tip ylberi. Gjithashtu më dhuruan edhe këtë matchen që është nga kompania e tyre që e kanë bërë vetë, edhe me që po flasim për matcha dhe shumë nxehtë do bëj një matcha tani. Është shumë e mirë, unë e kam provuar tek ato, ajo paktën ma bëri shumë të mirë kur e provova. Tani do e bëj një vetë, edhe fiks sepse po mbaroj matcha, edhe ja super sugjeroj ta blini. Do ja lë këtu Instagramin e faqes. Në fakt ato, për juve që një Bruxelles, për shembull keni një ditëlindje dhe doni mos ta vishni mendjen për kafet edhe matchen edhe lëngjet e freskëta ku të keni të ftuar, i merrni ata me qera, edhe ato bëjnë lëngjet për juve. Kështu që do edhe Instagramin nëse të interesuar mund të jeni një sy sepse është shumë cool. Gjithashtu më dha edhe këtë qumshin sepse kur ma bëri matchen ndje thash, shumë e mirë. E ndjeja që ishte qumësht vegetal, edhe më tha ishte ky qumshi që unë nuk kam provuar asnjëherë këtë qumshin. Dhe nuk e kam parë asnjëherë në fakt, por është qumësht barista, është qumësht oat milk, qumësht tërshëre. Kështu që bëm një matcha me këto të dyja tani sepse është shumë vap dhe mezi po pres të pi një matcha. Ndërkohë Ohema po flen, ne po e presim të zgjohet, se duam të dalim edhe ta shijojmë ditën në një vend që është pak më freskët si në park. Kështu që po, ndërkohë po pim një matcha. Sunshine in the day. I'm trying to make this darkness go away.
until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in today. And I will leave my windows open so that I can hear the sound of people talking and the wind blowing in the trees. Oh, I will open up my eyes so I can see the light. Oh, and I'll try to spread my wings so I can fly. Ti do dikosh vetes tënde disa minuta në ditë. I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in long conversations. Oh, 'cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. Sot e kam nisur ditën e hënë me plot energji, me plot pozitivitet, kështu që gëzuar të hënën. Nuk më besohet dhe thash edhe në Instagram që sot është dita e fundit e muajit qershor dhe nesër jemi në korrik. Si po ikën koha, si po ikën vera, si po ikën ditët, nuk e kuptoj. Nëse të jemi mirë, kjo është e rëndësishme. Në fakt tani është pas ditës sepse ka bërë shumë nxehtë sot. Për momentin këtu është 30 gradë në sallon, 30 gradë. Kemi këtë freskusën që e kam tregu dhe po na shpëton. Përndryshe është shumë pap. Akoma ndonë nuk ka shkuj nxehti i madh, kështu që Hema po flen, po bën gjumin e fundit të ditës. Edhe tani munda të lahem, të ulem, edhe të pushoj pak. Që sot është e hënë, janë bërë 2 javë që kur kam filluar dietën edhe regjimin, nuk mund të them regjim sepse nuk po bëj regjim, por nuk kam bërë regjim, por thjesht kam hequr çdo lloj sheqeri që blihet jashtë, akullore, çokolata, gjitha këto gjërat. Kam ngrënë ushqimet, vaktet në orë të njëjta, duke mos ngrënë mes vakteve dhe vaktin e fundit e kam ngrënë nga ora 7, varet 7:30, 8. Keni parasysh varet pak me ritmin e Ohemës, por që jo shumë vonë. Edhe kisha humbur 3 kg. Dëgjoni gjerin që bën sepse po lëvizte Ohema dhe është në dhomë aty. Po thoya që kam humbur 3 kg. 3 kg për 2 javë, ndoshta nuk janë shumë, por për mua janë goxha edhe më emocionon. Do thotë që po bëj diçka të mirë. Nuk është e thjeshtë, ja them të vërtetën, nuk është e thjeshtë të bësh të gjitha, të jesh mami, të jesh vajzë, të bësh diçka që të pëlqen ty, siç është YouTube për mua, të editosh, të merresh me videot, të bësh palestër, të gatuash, të pastrosh, të rregullosh, të mbash familjen, e gjitha me radhë, nuk është e thjeshtë, por po mundohem të bëj më të mirën edhe jam shumë e lumtur që 3 kg. Tani sot kam filluar një program që do ja lë këtu Instagramin aty ku ka marrë, që ka pjesën e ushqimit, por ka dhe ushtrimet që mund t'i bësh në shtëpi dhe është posaçërisht për nënat që sapo kanë lindur, do të thënë që kanë kaluar 2-3 muaj, ato 6 javë që nuk duhet bësh palestër normale. Është fiks për nënat, i adaptuar për nënat që kanë lindur, nënat e reja, dhe me të vërtet jam ndjerë sot aq mirë, aq e fortë, aq nuk e di, më bëri shumë mirë dhe i kam akoma këtu materialet, kam tapetin, edhe ju duhet një lastik si ky që mund të gjeni kudo në action, në aksion, si mund të thoni, edhe dy peshat vogla, sipas mundësive tuaja. Edhe e vendos aty, bebja flen, unë bëj ushtrimet, ndihem mirë, edhe gjëja më e mirë që kam bërë për veten, do vazhdoj gjithashtu dhe palestrën, sepse në palestër nuk bëj shumë gjëra. Wow, bëj vetëm ecje në malore dhe biçikletë, pedale dhe gjithë ato makina që janë aty, sepse nuk mund të vrapoj akoma, sipas mjekëve që më ndjekin mua, kanë thënë që mund të vrapoj pas 6 muajsh. Kështu që do jemi këtu bashkë dhe do ju tregoj evolucionin dhe peshën time. Do e shikoni dhe do e shohim bashkë se si do ndihem edhe si do shkoj kjo puna. Por ju betohem gjëja më e mirë që mund bëj për veten tani në këtë kohë është palestra edhe ushtrimet. Ndihem shumë mirë. Kam më shumë energji. Edhe pse këto ditë ka qenë goxha vështirë me gjumin, me pagjumsinë, t'ju them drejtën. Nuk e di çfarë po ndodh, Ohema po zgjohet shumë shpesh natën. Nuk e di nëse është regresi, por unë mendoj që pasi ka bërë vaksinën i ka ndodhur kjo, sepse Ohema zgjohet vetëm një herë natën.
Tani zgjohet nga ora 2:03, 2:03, dhe zgjohet çdo orë, 4, 5, 6 deri në orën 7, dhe shumë e lodhshme sepse ti je për të pirë të merr 15 minuta, për ta vendosur pastaj zgjohesh pas 45 minutash. Është me vërtet shumë e lodhshme. Preferoj të zgjohet një herë dhe të zgjohet në orën 6:30, 7 herët, sesa kështu plot herë. Shohim. Por që kështu është edhe kështu s'kemi ç'a bëjmë. Do merrem me flokët, akoma nuk kam bler asnjë produkt tjetër për flokët, përveç atyre dyve që ju kam tregu. Nuk kam pas kohë të merrem me këtë punë, edhe më duhet sepse po më bien tepër. E di që do kaloj edhe është një moment, por më dhimbë se shumë flokët e mia dhe e keni vënë re që po të fund nuk i shkoj gati fare, i mbaj të lidhura. Një që është nxehtë, dy që jam me ohemën dhe ushqej, por gjithashtu edhe nuk më pëlqen më floku im, nuk është më ai floku që kam pasur me volum, me shkëlqim, me gjitha me jetë, sikur I ka ra pak ajo jeta. Deri tani po mbaron punën. Shikoni pak që I ka dhënë një nxënës të puna, një lule kështu. Shikoni sa cute ishte? Prit t'ju tregoj. Një dritë këtu që ndezet. Shumë cute. Edhe I kanë dhënë shumë çokolata, por ne nuk I ham çokolatat. Po bëjmë dietë dhe nuk do ham shumë çokolata. Si do ja bëjmë nuk e di, kam futur frigorifer mos të shkrihen sepse është goxha vrap edhe shkrihen. Dhe na ka bërë një bostan tjetër, prap të madh, po kësaj here pak më lirë. Ky bostani ngjalli më erdhi një koment e video e kaluar nga një grua që quhet Hava. Kështu që Hava nëse po shikon videon, nuk e kuptoj pse I shikon videot e mia, sepse ke një vit ose më shumë që më komenton, komente të këqija, negative, më ofendon, etj. Nuk të pëlqej, edhe I shikon prap videot kjo zonja Hava. Edhe më kishte thënë 2 komente të video kaluar, kishte thënë a nuk të vjen gjyna për ato që s'kan lek, që janë të varfër më sakt, që ti të thu që blen bostan 33 euro. Okej? Kështu që ju e dini që unë nuk shes men, jo me bostan, por me asnjë gjë tjetër, këtu te kanali im jam një njeri shumë I thjesht, por që doja t'i thoja Havës që unë punon partneri im, të dy punojmë, nuk na vjen leku kështu duke pa televizor, por që punojmë. Dhe më vjen keq për gjithë ata që nuk kanë mundësi dhe janë në vështirësi ekonomike dhe po të kisha mundësinë, unë do I ndihmoja të gjithë dhe do I shpëtoja nga kjo gjë. Thjesht doja t'i thoja që unë e di që ju kuptoni, po pja shpylloj Havës sepse kishte vështirësi ta kuptonte humorin. Arsyeja pse thash është thjesht për bërë humor, duke thënë që shikoni si janë burrat. Ju kërkon diçka dhe nuk pyesin sa kushton, sa I madh është bostani. Edhe vetëm e marrin një bostan, sa është bostan edhe ta sillin në shtëpi. Ky ishte qëllimi I bostanit. Kështu që plus te këtu bostanet janë shumë shtrenjtë. E di që në Shqipëri nuk janë as shtrenjtë sa këtu, edhe është diçka që doja ta ndaja me juve, t'ju thoja shikoni sa shtrenjtë është një bostan këtu. Me thënë po të hymë në detaj dhe t'i marrim gjërat kaq kështu Have, nuk do jetonim dot, më kupton? Edhe më kishte thënë, na lodhe ohema. Po Have nuk mund të them se ohema është vajza ime, kanali im është ky. Nuk dua drama këtu te kanali im dhe të flasim për këto lloj njerëzish, nuk e di pse vazhdon të shikon videot e mia. Nëse ky kishte kushtuar 19 euro njerëz dhe 19 euro bostan është pak më I vogël se ai tjetri, ne atë tjetrin e hëngrëm një javë. Nuk u prish që them drejtën, kështu që një alternativë për të eliminuar sheqernat, bostani super, sepse është shumë I shëndetshëm edhe jo heq atë dëshirën e sheqernave. Kështu që le ta presim, si fillim ta laj, por që duhet I heq këto enët e pista si fillim, ta laj edhe ta pres, sepse prek këtu që është pistë, prek kur ta pres brenda.
nga dita tjetër kemi ardhur këtu me një liçen që është jo shumë larg shtëpisë tonë. Edhe po shijojmë këtë pazetje sepse sot është 35 gradë, 36 gradë dhe nuk rri në shtëpi. Geri erdhi nga puna i thash do dalim. Donim fakt shkonim ndeti, po shumë larg dhe besoj se do kese shumë trafik etj plus vonë për neve ora 5-6 duke shkuar atje. Pastaj kjo lepurushja këtu do të flesh, kanë pak si ja kanë bërë flokat. Edhe po shijojmë këtu me babi Gerin. Edhe po marrim pak ajër të freskët, është shumë qetë këtu, është shumë bukur, shumë bukur. Did you see the bird? Edhe himash këtu. Lying awake with the sound of an emptiness you left behind. Trying to sleep, but the silence is haunting this room every night. Oh, I wish the sun would rise and see the clouds pass by. I didn't want to say goodbye to you, but you're gone.